janë duke mbajtur fjalën e tyre, do shkojmë pak edhe në Londër, se pak minuta më përpara dhe në Londër është mbajtur një protestë, ashtu sikur se ju thash dhe pak më përpara. Dua të sjell një informacion që përpos atyre nga diasporat e cilët kanë ardhur në Shqipëri, ka patur edhe ata cilët kanë mbajtur protestë në vendet e tyre. Mirë, do kemë mundësi që të jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me Bledar Metin, shqiptar nga Londra dhe një prej organizatorëve, po ashtu i cili ditën e sotme ka qenë aty, në fakt në Londër, nuk ka ardhur në Tiranë për të protestuar, sepse po ashtu është mbajtur një protestë. Të përshëndes, faleminderit për kohën. Faleminderit juve. Faleminderit që na e dhatë mundësinë ta bashkojmë zërin me zërin e qendrëtarëve në dhe në Tiranë. Tani fjala për ty, pse po protestoni? Ne po protestojmë që të solidarizohemi me kërkesat e Tiranës, sepse atdheu është edhe yni, edhe ne kemi një pjesë atdhe atje. Dhe duam që atdheun tonë ta shikojmë sa më të begatuar për mbi gjitha një atdhe me procese demokratike. Pra, kemi rrështuar kërkesat tona këtu në sheshin e gjithë sot një zëri që ajo çfarë ne nuk kemi realizuar në vitin 1991, ta realizojmë tani në vitin 2026. Me protesta, me revolucion që rikthejmë proceset demokratike të cilat e kanë marrë zhvillimin e vendit peng. Jemi duke ndjekur në fakt pamjet të cilat vinë edhe nga bulevardi, aty nuk e di nëse patët mundësi të ndiqni, kishte shumë flamuj nga Mbretëria e Bashkuar. T'ju pyes ju si ishte protesta e zhvilluar aty? Ishte masive, kishte qytetar dhe t'ju pyes a njihni ndonjë nga ata të cilët kanë vendosur që të vinë sot në Tiranë për të protestuar? Atëherë, kjo është fundjava e dytë që ne realizojmë protesta para ambasadës shqiptare këtu në Britani, dhe unë jam pikërisht këtu, mu të ambasada shqiptare, ku është realizuar protesta dhe sot. Ne sapo kemi iniciuar planin, dhe me thanë që jo vetëm tash me të bashkojmë zanin me protestuesit dhe me qendrështarët shqiptarë në dhe, por të vim dhe të bashkojmë fizikisht. Udhtimi jonë nis të ejten dhe të shtunen, pra po bëhemi një autokolon me qindra qytetarë shqiptarë që do marshojnë drejt Shqipërisë dhe autokolonës tonë do i bashkangjitën pastaj dhe shqiptarët e tjerë nga shtetet e tjera të Bashkimit Evropian, Francë, Belgjik, Gjermani, Austri dhe Itali. Kështu që ky është plani jonë, një plan i mirë menduar, i mirë organizuar dhe besojmë domethënë që të shtunën tjetër të jemi edhe fizikisht në masë në Tiranë, falë për ta kuptuar pak më qartë për gjithë ata të cilët po ndjekin. Ju thoni që do të organizoheni prej ditës së njëjtë nga Mbretëria e Bashkuar, do vini me makina dhe do të grumbulloni dhe shqiptarët të shteteve të tjera të Europës në këtë ardhjen tuaj dhe do vini gjithë si grup me makinë? Me makina, do më thënë? Absolutisht. Itinerari jonë vazhdon nga Londra, pastaj nga Londra në Calais, na bashkohen shqiptarë të Francës, në qytetin e Namurit në Belgjik, na bashkohen shqiptarë që jetojnë në Belgjik, në Gjermani, në jug të Gjermanisë, në qytetin e Passau, na bashkohen shqiptarë që jetojnë në Gjermani, në qytetin e Grazit, në jug të Austrisë, na bashkohen shqiptarë që jetojnë në Kroaci, dhe në autostradë dikun për brishit e dhe Rijekës na bashkohen edhe shqiptarët që jetojnë në Itali. Po si jeni organizuar ndjes për para se të shkosh më tej në detaj, si keni arritur të organizoheni me shqiptarët cilët jetojnë në disa shtete të ndryshme dhe keni arritur për të bashkuar në këtë lloj mënyre? Është goxha interesante.